Kur filluan të faleshin në shqiptarët? Këtë nuk mund të thëmë, sepse në vitin 1000 Po fakti që kanë botuar e 652, po pra, fakti që kanë botuar në vitin 1462, Pali Angjeli thot, unë të pagzoj për emën tate të birë shpirtit shenjtë, pra kjo ishte me fol Shqipën kish qysh atëhere. Kjo është një shembull i parë kjo. E dyta, përkthimi në vitin 1555 i Biblës Shqip është bën për qëllime me u thonë liturgjia në gjuhë shqipe. E treta, hapja e 4 universiteteve në Itali, 4 i kanë hapë. Për me gjuhë shqipe është bën që kur të rrëfehen njerëzit tek frati, që vinin nga vendet e tjera, mos kishte nevojë për përkthyes dhe rrëfimi mu marrë vesh nga 3 persona. Apo frati të dinte shqip. Të dinte prifti shqip, frati të dinte shqip, që mos kishte nevojë me marrë përkthyes. Dhe kjo ka qenë kërkesë, për këtë ata i kanë bën fjalor të librat e gjithë, domethënë kush vinte këtu do t'i thoshin që mëso dhe shqipen kush ka Shqipëri. Kjo ka qenë të paktën tash 4 shekuj. Tash paktën nga viti 1600 në këtej. Dhe kjo është e vërtetë.